Njeriu sa i çuditshëm është. Lufton çdo ditë për dashurinë, ëndron njeriu në jetës, mendon se kur do të vi koha që ta shijojë plotësisht atë, por sapo e gjen, nuk e shijon, e humbet çdo ditë, duke gjetur justifikime të kota pse gjërat nuk po ecin mirë. Ne ëndrrojmë në jetë për të pasur një fëmijë, dhe kur Zoti na jep atë, e shohim se si koha ikën dhe fëmia rritet, por ne nuk jemi aty. Ne nuk jemi aty që ta shijojmë. Nuk jemi aty sepse egoizmi jon nuk na lejon që të kemi kohën. Ne luftojmë çdo ditë për trupin ton, duam ta kemi të bukur, më vital. E ndërkohë vitet ikin. Trupi plaket dhe kuptojmë se nuk e kemi shijuar shëndetin atëre kur e kemi pasur. Ne na duhet një makinë, po një makinë e mirë. Dhe ky është një synim i rëndësishëm, lodhemi, përpiqemi, strapacohemi dhe sigurisht e blejmë. Dhe më pas shikojmë makinën e tjetrit, e cila është më e mirë, është më e madhe. Vitet ikin, ambicjet shtohen. Ne tashmë luftojmë për të patur një shtëpi më të mirë. Përpiqemi dhe mundohemi dhe derisa e blejmë, më pas na duket e vogël. La thua se nuk ishim po ne që dje ëndërronim të rinim në muret tona. Sa egoist që jemi, sa të pangopur.